Të dashur qytetar, nëse flasim se çfarë ka bërë shteti për begatin dhe sigurin në një familje, le ta marrim si shembull një familje 7 anëtarshe. Gjyshja, gjyshi, nëna, baba dhe 3 fëmijë. Po filloj me më dashurit ton, gjyshën e gjyshit. Pensioni është rritur nga 90 euro sa e kemi gjetur në 150 euro për moshën mbi 65 vjeç, pra pensioni bazik. E për 2 pensionist, kjo i bjen një rritje prej 1440 euro në atë familje. Kur kësaj jashtojmë edhe 5 herë nga 100 euro gjatë këtij mandati 4 vjeçar, pra pensioni i 13 është marrë 5 herë për 4 vjet nga ata që mbi 65 vjeç, rezultojnë më shumë për secilin pensionist edhe 1000 euro. Më tutje, gjyshrit gjithashtu ndikohen, ne e dim, nga blerjet e bornave. Ne kemi ndihmuar duke rritur buxhetin për listën e bornave esenciale nga 24 milion euro sa e kemi gjetur në 63 milion euro. I kemi shtu edhe 6 milion e gjys për smundjet e rralla me 70 borna shtesë, duke ullur kësaj ndjeshëm shpenzimet për ilaçe për gjyshen e për gjyshen. E tash, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, nëse gjyshrit kujdesen për niprit dhe për mbesat, e unë besoj që e bëjnë këtë për moshat prej 1 deri në 3 vjeç, kur punojnë të 2 prindrit, ata në vijim do të marrin edhe 100 euro shtesë secili mbi pensionin e tyre bazik. Kësaj, gjyshrit nuk janë më të detyruar të shpenzojnë pensionin për t'i gëzuar niprit e mbesat, sepse tash edhe fëmijët i kanë mjetet e tyre përmes shtesave. Pra të kalojmë te 3 fëmijët tash. Shtesat për fëmijë i kemi gjetë 0 euro, që do të thotë nuk i kemi gjetur fare. Ja filluam 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, së fundmi 45 euro, e në mandatin e ardhshëm për ata që i kanë 3 fëmijë, për secilin prej tyre shtesat do të jenë nga 90 euro. Një familje me 3 fëmijë sot përfiton 135 euro në muaj apo 1620 euro në vit. E me 90 euro për fëmijë në vitin e ardhshëm, kjo bëhet 3240 euro për familjet kosovare që i kanë 3 fëmijë. E dashur qytetarë, vetëm nga 2 gjyshër, gjyshja, gjyshi edhe 3 fëmijë, një familje përfiton në vit 6.680 euro në vitin 2026, e tutje në mandatin tonë të tretë. Por ju e dini që të fëmijët ne nuk kemi ndalë vetëm të shtesat, sepse i kemi përfunduar 74 qerdhe si projekte, renovim, ndërtim, rindërtim e kështu me radhë, me qrast kjo duhet krahasuar me vetëm 4 qerdhe të atyre për 17 vjet para se të vim ne në qeverisje. Merrim me mend. 74 qerdhe ne për 4 vjet e 9 muaj, vetëm 4 qerdhe ata për 17 vjet. E logarita në vetur duke ardhur këtu, cili është dallimi i shpejtësisë. Për punën e qerdheve, qeveria jonë, qeveria juaj,
është plot 66 herë ma shpejt. 66 herë ne punojmë ma shpejt se ata. Për 4 vjetë e 9 muaj, 74 qerdhe, ata për 17 vjetë veç 4 qerdhe. A din që i bjen 66 herë ma shpejt. I bjen që atë që e bëjmë ne për 1 vit, aty në ju vynë 66 vjetë. Na e bëjmë për 1 vit, kur fëmija janë isë me shku në qerdhe, e aty në ju vynë 66 vjetë, pra dhe 1 vjetë mas pensionimit. E kemi nisur edhe programin për mbështetjen e prindërve të cilët i dërgojnë fëmijët në qerdhe. Ne jemi të interesuar që fëmijët i çojnë në qerdhe jo vetëm pse është e drejtë ose obligim, po edhe për shkak se është padyshim e dobishme. Dhe kjo do të jetë e dobishme edhe në një mënyrë tjetër. Të gjithë prindrit që i dërgojnë fëmijët 5 dhe 6 vjeç, edhe në qerdhe private, shteti ju ndihmon edhe për pagesën e tyre. Synimi ynë është pra më shumë fëmijë, më shumë siguri, më shumë shëndet për ta, më shumë dituri e edukim për ta dhe më shumë begati për ta dhe të gjithë. Por të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, jo krejt fëmijët janë në 16 vjeç. Ne jemi kujdesur edhe për të tjerët, jemi kujdesur edhe kur fëmijët bëhen 3. Studimet parauniversitare tash janë falas për 173.000 studentë. Kemi dhënë 18.000 bursa në vlerë për 20 milion euro, ku gjysma e tyre janë vajza. Do të mbështesim edhe studentët me bursa në kolegjet private. 60.000 studentëve u kemi ndihmuar 3 herë nga 100 euro, në total për 18 milion euro nga shteti i tyre i dashur që i donë fort. Se na e dim të dashur prindër që për një prind nuk ka pasuri më të çmuar se fëmia, çdo ëndër, çdo përpjekje, çdo sakrificë bëhet për ta, prandaj edhe shteti duhet ta shohë fëmijën të rijun si pasurinë dhe prioritetin më të madh që ka. Investimi ynë është i sinqert, është serioz, është i drejtë dhe afatgjat dhe duhet të jetë edhe më tej tek fëmijët e gjithnjë e më shumë për ta. Sepse ata janë e ardhmja jonë, siguria dhe begatia më e madhe që e kemi gjithë bashkë. Tash le të kalojmë te prindrit. Nëse nëna është lehon, nënë e re që ka lind, do t'i marrë në vitin e ardhshëm 500 euro nga 6 muaj, pra 3.000 euro në vitin e ardhshëm për nënat të cilët lindin fëmijë në vitin 2026. E nëse nëna është e papunë, ne po ashtu me programin e ri Superpuna për gratë, paga minimale tash është 350 euro, me një janor bëhet 425 euro, me një korrik bëhet 500 euro, edhe aty Superpuna për gratë 6 muaj ka 500 euro, 3.000 euro për gratë që punëson në cilën do firmë të sektorit privat. Por ta zëm për shembull që prindrit nuk janë sektor privat, po janë sektor publik. Punojnë administratë shtetërore. E kur punojnë administratë shtetërore, gjatë këtij mandati e kena rrit buxhetin për ta 47%. 47% është më i madh buxheti në administratën shtetërore se sa që ka qenë para qeverisjes tonë. Por jo vetëm që e kena rrit buxhetin për ta, nikosisht e kena zvoglu edhe dallimin midis pagës më të lartë dhe pagës më të ulët. Ka qenë raporti 20-1. Merrni me mend, në shtetin e Kosovës kena pas njerëz që e kanë pas rrugën 20 herë më shumë se dikush tjetër. E tash që kjo 20-1 e kena sjell në 4-1.